Big Brother Kosova ka qenë gjithmonë një teren i ndjeshëm ku kufit mes privatësisë dhe spektaklit shpesh treten. Një nga situatat më të komentuara së fundmi ka qenë ajo ku Eliona u pa duke fjetur në të njëjtin shtrat me Klodin dhe Londrimin. Pamjet, edhe pse të paqarta dhe të kufizuara nga i organi, mjaftuan për të ndezur reagime të forta në publik dhe rrjetet sociale, duke e kthyer këtë moment në një nga temat më të diskutuara të sezonit, në një shtëpi ku kamerat nuk fiken kurrë. Edhe një gjest i vogël apo një afërsi e interpretuar ndryshe mund të marrë për masa të mëdha. Përkrahasit e banorëve u ndan në dy kampe, ata që e pan situatën si një moment normal njerëzor brenda një izolimi ekstrem dhe ata që e konsideruan të papërshtatshme. Duke ngritur pyetje mbi respektin, kufit personal dhe strategjinë e lojës, ajo që e bën Big Brother Kosova kaq të fuqishëm është pikërisht kjo aftësi për të provokuar debat. Marrëdhënia mes Elionës, Klodit dhe Londrimit u analizua në çdo detaj, qëndrimet e tyre gjatë ditës, fjalët e thëna më herët, raportet e mëparshme dhe mënyra se si secili prej tyre reagonte pas situatës. Publiku kërkonte kuptim, motive dhe të vërtetën pas asaj që pa. Nga ana tjetër, kjo situatë hapi edhe një diskutim më të gjerë mbi etikën e produksionit. Sa duhet të transmetohet? A duhet të mbrohet më shumë privatësia e banorëve, edhe kur ata ndodhen në një format ku gjithçka është publike? Disa shikues kritikuan faktin që kamera qëndroi gjatë në atë skenë, ndërsa të tjerë argumentuan se vetë natyra e Big Brotherit është transparenca totale. Psikologjikisht, izolimi dhe presioni i vazhdueshëm ndikojnë ndjeshëm të sjellja e banorëve. Afërsitë emocionale krijohen më shpejt, ndjenjat ngatërohen dhe vendimet shpesh merren pa llogaritur pasojat jashtë shtëpisë. Për Elionën, kjo situatë u shndërrua në një barë të rëndë, pasi çdo veprim i saj u vu nën lupën e opinionit publik. Edhe Klodi dhe Londrimi u përballën me interpretime të ndryshme të qëllimeve dhe